me Kosovën apo? Nuk jam i sigurt, njeni do ka qenë mision po ma herët, po jo në misionin e gjyqtarit, po ju thash, kur e shikoni backgroundin aty në prokurorëve dhe gjyqtarëve, shumica hiç Charlesin, që ka qenë kohë gjatë në SBA, po nuk kam rri ma shumë se nivelit dytë në gjykatën si penalist. Numri më i madh i tyre kanë përvojë pak, edhe nëse i mirëni shikoni për pos misione kështu ndërkombëtare që kanë në dimensione tjera, qoftë administrative, po jo drejt për drejt lidhur me sistemin e gjyqësor ose prokuror. Kanë përvojë shumë të pak, shumë të varfër, jo të begat për të besuar se ato do të ndajnë drejtësinë. Kështu që nganjëherë kam frikën se mungesa e dijes tyre mund t'i dëmtoj krerët e UÇK-s, po gjithnjë më mban shpresa se ndoshta fati që në krye të trupit gjykues është Charlesi, që ndoshta nuk do të lejoj me ndodh një padrejtësi. Askush nuk kërkon që nëse ka argumente dikush shfaqsoj. Larg asaj se ne kemi themelu këtë gjykat, këtë dhomë specializume që ju thash është një krijesë sui generis që se ke askund botë. Nga se nëse po më duket se ka sui generis edhe hapat e tjerë, sepse nuk e di, ka apel për këtë e para dhe e dyta, ne kemi dëgjuar me aq njohuri që në çdo vend ku kemi një gjykat ekziston dhe një tjetër presidenti që mundet nesër pas nesër mund t'i falë ose mund të bëjë një ulje dënimi. Në këtë rast a ekzistojnë këto mekanizma të tjera, apeli, falja pas disa vitesh, nëse do marrim skenarin më të keq, jo se e urojmë, por hipotetike. Për atë unë ju thash është gjykat sui generis, për faktin se kur është themelu në Nürnbergu, gjykata e Nürnbergut në Londër aleat e kanë themelu. Tribunali për Jugosllavin ka themelu OKB-ja, që është puro ndërkombëtare. Për Ruand, që është puro ndërkombëtare, ka themelu OKB-ja. Te ne, vetëm emrin e ka gjykat dhome specializume pjesë e sistemi gjyqësor të Kosovës. Nuk ka asnjë ligjet përcjellëse sistemore që aplikohen. As këtë që po i referoni faljes. Edhe avukati i popullit është ndërkombëtar, edhe kolegji i gjykatës shpëtuese janë ndërkombëtar. Ombudspersoni ose avukati i popullit i Kosovës mund bëjnë parashtesa, mund bëjnë mocione. Mirë po, është edhe avukati i popullit që vepron në kuadër të kësaj gjykate. Nuk vlen ligji mbi faljet, nuk vlen ligji mbi amnesti, nuk vlen ligji mbi ekzekutimin e sankcione penale, nuk vlen ligji mbi arkivat e Kosovës, nuk vlen ligji mbi auditimin e brendshëm. Domethënë, as apel nuk ka. Jo, apel, ka apel. Vetëm shkalla e dytë. Gjykata i thash, 3 shkallë. Themelore, gjykata e shkallës parë e apelit supreme, kushtetuesja, po të gjitha këto janë ndërkombëtare. Domethënë, për shkak ju thash se ka emrin është gjykatë sui generis, se kanë botë për herë të parë s'bë ky lloj eksperimenti me presionin ndërkombëtarëve që të hapet, që të formohet një dhomë e tillë. Për faktin se emrin e ka gjykata e Kosovës, pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, asgjë nuk ka që zbatohet nga legjislacioni i Kosovës, hiç kodin penal që ka qenë fuqi për rreth penale. Përndryshe, çështje tjera, mbajtja e dënimit, falja, amnestia, të gjitha janë të rregulluar në mënyrë të posaçme me ligjin mbi dhomat specializume dhe rregullat e brendshme që fatkeqësisht ne me momentin kur është aprovu ligji mbi dhomat specializume, aty ekziston një amandament ku janë autorizuar gjyqtarët e Uleksit që gjyqtarët e dhomës specializume që ato vetë të nxjerrin rregullat e brendshme. Kështu që asnjë lidhje nuk kanë, as mund të falen, as mund të amnestohen, as mund të lirohen me kusht, as mund në asnjë mënyrë, këtë mund ta bën vetëm autoriteti i gjyqtarëve të dhomës specializume. Zoti Hasani, edhe diçka të fundit kam. Në nisje të legjislaturës së re, PDK-ja njoftoi që do të bënte një rezolut, do ta paraqeste për atë që po ndodh atje që ne diskutuam. Po cilat janë hapësirat ligjore që ngelin, sepse ju e sqaruat mjaft mirë si është, po çfarë mund bëhet nga aspekti ligjor, përveç se mund të hyhet në parlament? Shikoni me qenë se Parlamenti i Kosovës ka themeluar dhomë specializume. Është në autoritetin e këtij parlamenti që ta shfuqizoj. Ka pas një tendencë para 5-6 viteve, jo më shumë, 7-8 viteve,
që është nisë iniciativë që kjo dhomë para se të filloj nga puna të shfuqizohet për faktin se vonë e kanë kuptu se ka qenë një papërgjegjësi, një nonshalancë e teprume e deputetëve të Kosovës që kanë leju që të themelohet ajo dhomë specializuar e krijes që rezulton se do të haj koka dikujt Kosovë, do të bëj kurban dikon, do të sakrifikoj dikon Kosovë për të balancu krimet me kriminalet e atyre që kanë qenë viktim. Mirë po, reagimi ka qenë shumë i ashpër i ndërkombëtarëve, edhe i zyrës amerikane, edhe i Quintit, edhe që kanë kërkuar që kjo iniciativë të tërhiqet, për ndryshe do të ketë pasojë Kosova. Kështu që autorizimi i parlamentit është për ta shfuqizuar se parlamenti ka nxjerrë ligjin, parlamenti shfuqizon ligjin dhe shfuqizon edhe dhomën e specializuar. Mi bëhet gjasat janë nxjerrë, tani është procesi në përfundim e sipër, do të thonë do të kishte një arsye logjike sikur ndodhte atëherë kur ju thash para se mi fillu procesi. Mi po tani asnjë gjas nuk ka duke ditë pozicionin në cilin ndodhet Kosova, që po aktorin ndërkombëtar nuk ka asnjë lëvizje përpara. Në momentin që ne him konflikt dhe avanturave të tilla, ajo do të jetë me dëme të parikuperueshme për shtetin e Kosovës. Zoti Hasani, unë të falenderoj shumë për bisedën, për shpjegimet ligjore të hollësishme, por edhe për analizën që bët për këtë proces. Faleminderit edhe juve, faleminderit, natën e mirë.